Një unfollow të bësh plasin lajmet. Je përpjekur ta mohosh në rrjetet ai po del negativi se ndoshta po t'ishte dikush tjetër. Arbenita Ismaili. Nuk e nje? Hey njerëz të bukur, mirë mbrëma, mirë se keni ardhur në What of a Show. Nisi që ke bërë shumë e bukur sot, më lejo ta them. Faleminderit shumë Fatos, po unë ndihem shumë pak e bukur përballë të ftuarës që ne kemi sot. Sot kemi një Barbie, nuk e di Barbie në real life, në jetën reale. Tamam Barbie në real life, sidomos kur vesh atë rozën një herë. Edhe sigur e ka bërë Kastile sot se është vesh dhe sot me rozë, ajo është një modele, një nga më të dashuara dhe më të suksesshmet në Shqipëri, ish banore Big Brother VIP gjithashtu. Do thoni ju kush është? Danja Koka. Danja mirë të erdhe. I ka dhe sytë blu se harrum ta themi. Se i ka shumë bukur live. Shumë faleminderit për ftesën edhe na bët me tur pa nisur akoma. Kështu jemi ne. Po pse si mësuar me komplimente. I pranojmë të gjitha. Më lejo të them që ne kemi parë shumë personazhe si në ekran dhe live, po ti je bukur në të dyja rastet. Shumë faleminderit. Vërtet, kjo e vërtet. Komplimenti më i bukur që kam marr që pas Bigut ishte moj po sa e bukur ti live. Faleminderit. Ajo është e rëndësishme. Mungesa e Photoshopit në Instagram. Më mirë të thonë që ke shumë e bukur live se sa të ulen pritshmërit, po. Danja, është bukuria një kriter për suksesin në televizion? Patjetër. Gjithmonë ka qenë dhe do të jetë. Ashtu siç hera herës bëhet edhe pengesë. Pse për ty ka pengesë? qenë? Jo, për mua s'ka qenë fare, po ka raste të caktuara që zilia, inati, xhelozia që ndikon normalisht. Her pas here. Kjo të ndikon në çdo fushë tjetës, po televizioni e ka pak më të theksuar. Po, a mendon që aktualisht në televizionet shqiptare ka vajza që janë vetëm të bukura? Jo, nuk e mendoj këtë. Mendoj që ato që ne shohim në emisionet tona janë mjaftueshëm të shkathta. Jo të gjitha janë fort elokuente apo të artikuluara. Jo të gjitha janë shumë inteligjente, por mendoj që është okay edhe për aq sa. Eksperienca e fundit e jotja televizive ishte në emisionin Nyjet e diasporës me Ilir Shaqirin. Si ishte bashkëpunimi me to? Si shkoi? Po ishte shumë qef, me të drejtën, ai është shumë bashkëpunues. Është pak si shumë kritik, kjo sepse është profesionist. Pas pak, Danja do t'i bëj një prank call Gerta Gixharit. Dhe plasi e qeshura në studio, kështu që qëndroni me ne dhe bëni subscribe andale alë më poshtë. Cila është një kritik që të ka dhënë Iliri? Shiko, Iliri e kemi vënë re edhe kohët e fundit. Tani nuk është se duhet të flas shumë. Ai të shef, kupton? Dhe ndoshta ti thjesht me një shikim të kritikon. Se për mua ishte hera e parë, ishte kështu si një provë që okay, Danja, po ta besojmë ty këtë edhe falenderoj. E kishte me moderimin tënd? Po merre këtë tani dhe jepi bëje. Dhe unë dilja aty, dhe sa shikoja këtë të pari në sot. Aty pesmatosh direkt, mos më shiko të lutem. Se është shumë profesionist, normalisht ai e njeh skenën shumë më herët, jo se mua, po kam përshtypjen se shumë të tjerë. Kështu që normalisht pritshmëritë e tij ishin të larta. Unë kam marrë komplimentet goxha kur mbaroi, po kaq ishte eksperiencë e bukur. Ishte Iliri arsyeja që ti nuk vazhdove më të moderoje në Top Channel apo s'ka lidhje? Jo, nuk ka lidhje. Okay. Tash unë nuk besoj të ketë lidhje. Iliri të vajte zura drejtore. Se çfarë po shojë? Çfarë na shojë? Po jo, se mos bëjmë shaka me emrin e tij. Po, vërtet. Se është emër me peshë me të drejtën, se nuk. Tani unë do të komentojmë pak se është futur Iliri te ferma. Si të zhdukur, bëri mirë që hyri apo duhet ta linte me fitoren e Big Nishit thua? Ajo eksperiencë kam përshtypjen e mirë është të provohet një herë. Herën e dytë ti duhet të jesh edhe më i kujdesshëm se sa herën e parë. Aq më pak kur ti ke vite karrierë. Imagjino të mbajtur dhe fitues. Mbi shpatulla.
ka një detaj këtu që duhet ta përmendim. Në këtë rast Iliri, dhe kam përshtypjen kujdo tjetër si Iliri, do i haste pak ose do i merrte pak situata, jo për mirë, sepse është moza. Moza, për mendimin tim, është një kthes, uroj që të bëj një kthes në televizionin shqiptar. Që artikulimi, qetësia, mendja e ndritur janë shumë të rëndësishme. Se nuk janë vetëm të rëndësishme se si dukesh apo se sa skandale bën ti. Ajo përgjithsisht nuk është se drejtohet drejt debateve, drejt skandaleve. Po, drejt skandaleve. Drejt humorit, drejt batutës. Ajo në i dron nga tajna ta fina do dhe është në rregull. Ajo edhe rroba. Roba dhe do gjithë gocat. Ajo atë që ja japin apo që ja përplasin, se normalisht është reality, ata se cili aty kanë dinamika dhe polemika të ndryshme, ajo ja u kthen me dashuri. Kështu që prandaj uroj shumë që ajo të bëjë një kthes. Kështu që Iliri e ka pak vështirë sepse është shumë kompetitiv. Po del ai negativi mendon personazhi antagonist. Pa dashur, ai po del negativi se ndoshta po të ishte dikush tjetër, do dukej ai Iliri që është i përkushtuar tek puna, sepse është fair. Ty Danja, të ka ardhur ndonjë ftesë për Ferma VIP apo jo? Jo, s'më ka ardhur. Po të vinte, do pranoj apo je shumë Barbie për të qenë te Ferma? Jo, unë besoj që do t'i bëja, themi kot, ne do t'i bëja ndoshta, se mendoj që aty është aktivitet i plot. Që do thot ti do zgjohesh herët, do shkosh te të Lopa pret Delia. gjë e gjallë, nuk është kështu që hajtë s'ka gjë sa të rregullohet, të zbukurohen këto, të sistemohen, se kamera ka do për kujdesin e vet. Unë mendoj që do ta bëja dhe më duket shumë format interesant sepse është shumë drejt artit, pra e përmbledh bukur artin. Danja, modelingu, siç e kemi vënë edhe nga modelet botërore, nuk është se zjat përjetësisht. Pra vjen një moment që duhet të tërhiqesh. A ke menduar se çfarë do bësh pas karrierës tënde në modeling, me çfarë do merresh? Unë si Virgo jam pak natyrë që dua t'i bëj gjitha, jam multitasking. Përgjithsisht kështu jam edhe në jetën e përditshme, mirë po i kam 2 plane shumë të lezetshme. Çfarë planesh? Do hapësh në fair. Lekët. Lekët. Duhet Që t'ja u them. ta vjen një den, më mirë mos e thuaj. Biznesi. Po, më jep një lekët dhe ja u them. Ide biznesi, kaq mund na thuash besoj. Është një mix. Është një mix. Okej. Ne lek nuk kemi, por kemi një bazer Danja, sepse do fillojmë në lojën e parë për sot. Ky është një buton i kuq që ti duhet ta shtypësh më një herë pas pyetjes time dhe do thuash gjërat e para që të vinë në mend në 3 sekondat e para. Pra duhet sa më shpejt. Okej? Është një lojë e shpejtë. Fillojmë me të parën. Mosha ideale që e sheh veten nën 35. 35. Bashkëpunimi në modeling që të ka lënë një shije të keqe. Kam disa. Një Disa. emër. Ti do emër? Po. Ti jemi profesionist, s'u themi emra. Shqiptar apo të huaj? Se ka një detaj që gjithsekush mendon që është fantastik në profesionin që bën. Kështu që unë nuk vi nga kritika e madhe e modës. Është eksperiencë personale mendoj unë. Nuk ka të bëjë kritika. Jo, kanë qenë shqiptar nga Kosova. Nga Kosova? Okej. Dieta më ekstreme që ke provuar? Unë nuk jam kurse si pro dietave dhe unë s'para ndonjëherë që unë bëj dietë. Vetëm po bëra obeze. Palestrohesh. Po maksimumi, po si sa orë unë Në çasa. Po ku e çon? Ku shkon? Trego sekretin. Nuk se di. Është gjenetike Shiko, ndoshta? ka diçka, do ja u them këtë sekretin. Po unë s'para e bëj gjithmonë, po mua më ka ndikuar 2 herë. Për shkakun që kam dashur të humbas 2 kg. Darkën, shmangni darkën. Dietat, po. Mos hani para gjumit. Jo, dietat drastike janë të tmerrshme. Ti duhet të hash gjithçka. Goja është Chelsea, mjafton që të llogarisësh Ta mbyllësh. çfarë të fusësh stomakun tënd. Edhe darka pas orës 7 mos ha. Okej. Komplimenti më i bukur që të kam bërë. Këtë, je shumë e bukur live. Okej. Fjala më e rëndë që ke thënë për të ofenduar dikë në nerva e sipër.
Kam thënë. Ase e bëj me pip thua. Çfarë ke thënë? Thuaja. Po kam shaher si gjithë. Pastaj në Breziri jemi çik të këqin shumë, se për Netanja janë shumë të ëmbël, janë të dashur. Ne kemi marrë për kot. Ne kemi marrë për Çfarë kot. kemi thënë? Një VIP që i ke bërë unfollow nga Instagrami. Unë nuk jam kështu natyrë inatçie, po kështu që të më mbes hatri, hatërlie dhe nuk jam, po ndonjë rast që e kam parë që e njoh personalisht edhe këto tipat që nuk bëjnë as like as koment as Po kush ka që nga personazhet e njohur që ke hequr? Nuk flas me emra, nuk më intereson Asnjë- fare. Lekët. O bo Danja, Okej. na ndore deficit. Me emra jo, po me shifra do flasësh. Veshja më e shtrenjtë në garderobën tënde është Nuk kam veshje unë shumë të shtrenjta. Po njëra më e aksesor. shtrenjtë çanta, se diun që Aksesor, ju vajzat çanta, keni çanta të taka. shtrenjta, apo s'është e vërtet? Jo, nuk kam shumë çanta të shtrenjta, kam 2-3, ato më pëlqejnë, i përdor Bizhu? herës. Bizhu kam, të theqme. Të lezetshme. Gjëja e parë që të vjen në mendje kur dëgjon emrin Brikena. Më ka pëlqyer shumë Brikena. Të ka pëlqyer. Po. Më ka pëlqyer për faktin se Brikena në asnjë moment në atë shtëpi nuk tha fjalë të shumtuara. Okej. 3 gjëra që bëm para se të dalësh në date. Flokët janë shumë të rëndësishme për mua, edhe një çik kështu. Make-up. Make-up, rregullim, si tha ajo, make-upit. Make-up? 600 euro e ke dhe ti make-upin? Po si tha ajo, do t'i gjemi, tha. Do të gjej. Tani, për të shakas këto, luku, gjitha këto, kaq. Po në date ideal për ty kush është? Piknik, kinema, me makinë, Restorant. Jo, nuk është se ka një vend, mendoj që duhet të jetë fani, duhet të më bëj të Funny, qesh. po. Gjëja më e çmendur që kam bërë kur kam qenë tap. Unë s'para bëjmë tap. Para. Jo. I nga ato vajzat që e ruan regjimin, nuk del nga kornizat. Nuk kam shumë marrëdhënie të mira me alkool. Mhm. Edhe unë 2 gota, 3 gota, jam qef vetë, kështu jam. Ja alegria vetë pastaj. Po, nuk e kam të alkoolit, po, se di, nuk kam bërë ndonjë gjë të çmendur. Maksimumi do të më ke zënë gjumi 2 herë gjithsej që mund të jem bë tap gjatë jetës. Ka Okej. zënë gjumi tull. Tani, loja me bazër mbaroj, por vjen një lojë më e vështirë, Danja. Sepse do duhet të komentosh dhe të vlerësosh koleget e tua modele. Me nga një fjalë, po që s'doja përsërisësh Zoj atë fjalë përsërisësh për të tjetrën. tjerat. Okej? Okej. Kështu që ta bëjmë pak të vështirë. Po. Angela Martini. Shumë seksi. Shumë seksi, si do e vlerësoj nga 1 në 10 Angelën si modele? 10 out of 10. Është Yes. shumë sensuale. Okej. Aurela Hoxha. Aurela është një ëmbëlsirë. Mhm. S'duhet ta përsërisë. Jo, s'duhet ta ëmbëlsirë përsëris. është, seksi është Po, ndryshme, është kështu që ëmbëlsirë është ëmbëlsirë ndryshme. seksi. Nga 1 në 10? 11 out of 10. 11. Adrola Dushi. Adronën e kam patriote. fjalë? Është yll e bukur. Yll e bukur. Nga 1 në 10? 10. 10. Shumë e bukur. Armina me Buzëqeshjen e ka më Vlane. të bukura nga të gjitha. Armina me Vlane. Armina, që mos ngjajmë tani si ato që bëjnë kritika për shëndetin, shëndoshu i çik, po ngjan si qershi ngjan. Po, si qershi. Arbenita Ismaili. Benita. Nuk e nje? Danja, ti nuk nje Arbenitën? Është ish bashkëshortja e Feros. Këngëtarit të reperit nga Kosova. Është dhe- Është dhe modele. Modele fashionova. Ja, tani kur e shen në foto si të duket. Sorry. Të erdhi. Po. Të kujtua. E bukur, po s'duhet ta përsëris. Come on. Një tjetër, shifja trupin. Të ndihmoj unë. Po më se Gjallë. Okej, thank you. Kjo që është në det. Nga Gjallë. 1 në 10? Peshk, ngjall. Ta se do thoje 5. Nga 1 në 10 Arbenitën? Po 8, do thoja. 8, okej. Emina Çun Mulaj. Supermodel është Është fjala e duhur. është totalisht tjetër cast, tjetër nivel. Dhe e fundit, Ha? më pikantja nga të gjitha, Benjada Nishani. Oh, Benjada. Kemi gjetë një super foto që nuk ka pik robe në trup.
I ka pas qef këto. Po vap tani. Jo, Vera, mirë. ver. It's okay, ka trupa që duhet ta bëjnë se s'bën, se ju shkon e madje ndonjëherë, unë i kam zili. Sepse kur të plaken i kanë aty të dokumentuara gjitha. Gjitha si kanë qenë. Gjitha format. Po, shiko si kam qenë sa bukur. Si do komentoj Benjadën? Po, e bukur, shumë e bukur, është interesante, ka një bukuri. Mendoj që bukuria e Benjadës është pak klasik, është shumë klasik. Klasike. A do bëje ti Danja ndonjëherë foto nudo? Ja, Ja. nuk të bëja. Por tek të tjerë të pëlqejnë. Po thash, po shko. E para, mendoj që fotot nudo duhet ketë një vlerë që Po. mund të jetë shumë pra, që e bën atë, sepse ka ndodhur diçka që ti mund ta justifikosh. Çmimi duhet ta justifikoj. Po se s'bën. Pastaj pjesa tjetër është që mendoj që janë shumë të guximshme, jo më kot të Vajza. thash. Janë të guximshme, kanë dëshirën ta bëjnë edhe mirë bëjnë se ju plagën. Dum dhe ne të shohim në gjë të bukur. Ka të çfarë. Tani Danja do kalojmë në një lojë tjetër që ndodh për herë të parë këtë sezon, është loja me tullumbacin me helium. Unë do të jap disa situata dhe ti duhet të pish helium. Ajër Dhe të nga përgjigjesh. tullumbaci. Po keni marrë vesh që nuk ishte mirë ky apo jo? Ky helium. Është tjetër helium. Ky është helium bio, më e kemi marrë nga lufshi një E ka marrë nga ferat e lushnjës fatosi e ljumi. Më falni që po ju ndërpres të intervistë kaq të bukur, por është shumë e rëndësishme që të bëni subscribe këtu poshtë. Atëherë Danja, situata e parë është: je super vonë për një takim pune dhe burri teftës të ka bllokuar rrugën me makinë. Çfarë do i thua? Po. Qa do i thuash burrit të Je teftës? super vonë? Po. Pi heliumi dhe tregoja vendin burrit të teftës. Shiko, hajde dhe me vrap, po me vrap, se jam shumë vonë. Se nuk e shaj dot se është buri teftës. Tjetër, çfarë do i thojë? S'du thot ai, të lëviz. Do t'i them teftës se do të bëj gropa të betohem, lëviz. Sapo, Danja, sapo të kalon i dashuri dhe merr në telefon shoqën shumë e pikëlluar për t'i dhënë lajmin. Shumë e pikëlluar, e trisht. Po pse pikëllohet? O zemër, o sot që më ka ndodhur ki der, po më la. Po më la, po si t'ja bëj tani, se duhet të lidhem sërish që ta le unë. Do të marrë S'është shak. mirë, po patjetër. Është çështje egoje Dhe gjithja. situata e fundit. Tani do e thithësh me fund. Prit. Je në urbanin e Kamzës. Përshëndesit Gjesi. Je në urbanin e Kamzës dhe personi ngjitur teje vjen erë të tërbon. Era kërmë. Era kërm. Nuk e duron dot të zuri. E qo, drejsh lëviz, se na byte na qelë të plas pika.